Të gjithë e shohin futbollin, por pak e kuptojnë. Të gjithë e shohin Silvinjon, por akoma më pak e kuptojnë. Pas Europianit të Gjermanisë, kritikat të mëdha nisën për këtë trajner dhe më pas pasuan edhe historitë e ndryrjes së menaxherëve me të. Pra sipas gojëdhënave, disa lojtarë nuk marrin minuta pasi nuk kanë menaxherin që Silvinjo kërkon për ta, por le të marrim një rast që e kundërshton këtë hipotezë. Me Don Berisha, u ftua papritur në Europianin e Gjermanisë, kur askush nuk e njihte. Në ato kohë, u tha se kjo ftesë ishte pasi Berisha e ka si menaxher Fali Ramadanin, pra njëjta agjenci që menaxhon edhe Silvinjon. Deri këtu, gjithçka është brenda logjike, por me Don Berisha, atëherë ishte i panjohur dhe Silvinjo i besoi, ndërsa tani me Don Berisha është një prej mesfushorëve më të mirë të Shqipërisë dhe që po thot fjalën e tij në Serie A me Lecën dhe Silvinjo nuk po aktivizon as një minutë. Me Don Berisha ka po të njëjtin menaxher dhe Silvinjo po ashtu, Fali Ramadanin, por historia ka ndryshuar. Pra nuk është rasti i menaxherit, por një tjetër çështje te Silvinjo, ashtu si edhe me Armando Brojon, që kur ishte në një formë të mirë e aktivizon në pak, ndërsa tani që ka ngelur jashtë prej kohësh e aktivizon gjithmonë titullar, pavarësisht pozicionit tjetër. E njëjta situatë funksionon edhe me Arber Hoxhën, që kur ishte në shkëlqim në Europian nuk e aktivizonte dhe kur po kalon në një formë të mirë të Dinamo e Zagrebit, po e nisë si titullar të Shqipëria. Silvinjo është tipi i trajnerit që të bën gjithmonë të kundërtën e asaj që mendon turma, shumica e njerëzve, pak a shumë si rasti Tudor të Juventusi, që kur të gjithë kërkonin Vlahovic dhe Zhegrovën titullar, Vlahovicin e hidhte në fushë nga pjesa e dytë dhe Zhegrovën nuk e aktivizonte as një minutë. Koha i dha të drejtë Silvinjos për shumë raste, mes tyre edhe për Ernest Muçin, që po vuan njësoj si te Beshiktashi, ashtu edhe te Trabzonspori, megjithëse flitet për dy ekipe që kanë kualitete lojtarësh të ndryshme, dhe duke parë faktin se Shqipëria fitoi kundër Serbisë, sipas të gjitha gjasave në ndeshjet e nëntorit, do të jetë edhe Anis Mehmeti i ftuar te Shqipëria. Kjo pasi Silvinjo kërkon të marrë një yll të shumë komentuar në momentin që ai dëshiron për të pasur një tjetër qasje ndaj tij, ku lojtari nuk ngrihet mbi trajnerin. Deri para Serbisë, Anis Mehmeti ishte më i rëndësishëm se Silvinjo. Deri para Serbisë, Ernest Muçi ishte më i rëndësishëm se Silvinjo. Sot, as Ernest Muçi, as Anis Mehmeti dhe as Armando Broja nuk janë më të rëndësishëm se sa Silvinjo. Të gjithë kërkojnë kualifikimin në botror, pa emra konkret. Dhe duke parë situatën që është në favorin e tij, në këtë moment, Silvinjo do ta ftojë Anis Mehmetin te Shqipëria për t'i dhënë edhe një tjetër mundësi, por sipas rregullave të tij dhe jo të Anis Mehmetit. Jo më kot, kur Umir Ozuni luante si titullar i padiskutueshëm te Granada, Silvinjo nuk aktivizonte, ndërsa tani që luan në MLS, në një kampionat me ritëm shumë të ulët, Silvinjo aktivizon. Madje trajneri tha se i pëlqen më shumë Ozuni i MLS se sa i La Ligës, pasi ai kërkon lojtar më të përulur dhe jo lojtar që vinë nga momenti ideale, por që humbin pak sakrificën për kombëtaren. Dhe marrë në këtë vijë logjike, një ftesë e Silvinjos për Anis Mehmetin për ndeshjet e nëntorit duket më shumë se sa e sigurt. Pra do të luajmë, por me kushtet e mia. Kjo është qasja e Silvinjos, as pak menaxheriale, dhe për këtë e kemi diskutuar edhe me trajnerin Ismet Munishi disa kohë më parë. Për zotësinë e tij si trajner nuk kam asnjë lloj dyshimi, por qa po flitet edhe dyshimet që i kemi është se kanë disa menaxher kanë influencë te trajneri. Për të vazhduar në këtë idenë tënde, është kjo ideja e kësaj që disa menaxher po lëvizin, si ta thuash, afër Silvinjos, por kishte një tjetër koment që ishte shumë interesant. E krahasonin Silvinjon me rastin e Deschamps, me disa lojtarë francez, me rastin e Tudor, me Zhegrovën dhe me Vlahovic në këtë rast të momentit tani, duke thënë që janë disa tipe trajnerësh të cilët janë prototipa, si mund ta thuash, dhe nuk duan gjithmonë që të dalin kundër turmës. Ne kemi Anis Mehmetin, i cili është lojtari më në formë i momentit në Championship dhe nuk gjen vend as në tribun apo as në stolë të Shqipëria, që në logjikë sportive është zero, apo dhe Ernest Muçi. Por Silvinjo ka treguar pikërisht këtë. Pra si në rastin e Tudorit, i cili nuk po jep asnjë shans Zhegrovës, duke dalë mbi të gjithë komentet e tifozëve që duan Zhegrovën në fushë. Dhe Silvinjo ka treguar duke mos e futur Brojon titullar kur të gjithë e donin, por duke i dhënë dorën tani që Brojon nuk po luan. Duke mos e futur Hoxhën në momentin që të gjithë e donin, por duke e futur në një moment që ishte pak më keq se sa në kohën e Europianit. Pra janë këto raste dhe me Ozunin, duke mos e futur kur po bënte golat e Granada dhe duke futur tani që në ekip ka shkuar në MLS. A është rasti ky i Silvinjos se do të dalë gjithmonë kundër mendimit të njerëzve? Na e kemi trenerin që të bëjë rezultat, bëj suksese.
Tashti nëse ai e ka një lloj kompleksi që dal kundër turmës, edhe le del se neve s'na intereson a pjesë. Neve na intereson pjesa e suksesit, edhe neve na jep material kur kombëtarja jonë nuk shfaqet mirë. Por unë gjithmonë e kam këtë gjithmonë, nëse janë zgjedhjet e tina të ndershme, unë tash e kapelen, ta futi kon doje, mos ta futi. Vetëm nëse kemi ndonjë influencë ka dikush nga agentët të ndryshëm, atëherë do të më vjesh